Bota s'ka për t'i kursyer fëmijët e tu. Je ti ai që duhet t'i mbrosh ata. Në shtator të vitit 1991, Betimi, 7 vjeçar, hyri për herë të parë në shkollë me shallin e kuq të fatosave në qafë. Nga mata ngardhi, e ëma Vitoria e ndiqte me admirim, ndërsa i ati Vasili e shikonte me një lloj dhimbjeje që vetëm prindërit e asaj kohe e njohin. Kurrë s'kishte rënë dakord me propagandën e kohës dhe e pyeste çdo ditë të birin se çfarë kishte mësuar në shkollë. Mërzitej shumë ama, kur Betimi fillonte me këngët për partinë e pastaj mësimin. Aso kohe, sikurse sot, një prind ka gjithmonë të njëjtin akt. Çfarë po i mësojnë? Kush po i formon? Kush po ndikon tek ata? Por vitet të rrodhën dhe djali i vogël që dikur këndonte me bindje, u rrit. Nuk u bë as nën produkt i kohës, as viktimë e saj. Sot është një baba i një djali e një vajze të shkëlqyer. Pranë tij qëndron një grua dhe nënë e denj, që i mësoi shtëpisë se forca fillon te mënyra se si do dhe si u theq fëmijët. Betimi kuptoi diçka që shumë prindër e mësojnë vonë. S'mund ta kontrollosh botën. Të takon të formosh fëmijën që të përballet me të. Dhe kjo është e vetmja mënyrë për të fituar betejën.